Pas fitores në edicionin e fundit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti vazhdon të jetë një nga emrat më të përfolur në showbizin shqiptar. Ai po forcon çdo ditë më shumë lidhje me familjen e tij, që nga deklaratat e tij brenda shtëpisë së famshme, familja ishte e para. Por së fundmi Gjesti është kthyer në shtëpi dhe një video publikuar në rrjet ka rrëmbyer zemrat e ndjekësve. Në pamjet e shpërndara ai shfaqet në një bisedë të ngrohtë me nënën e tij, ku diskutimi i përditshëm për ushqimin kthehet në një moment plot humor. Teksa nëna i ofron suxhuk, speca dhe vezë, Gjesti refuzon. Por momenti më pikant është rajkimi i nënës së tij, e cila duke ndjekur me batut, shprehjen tashmë ikonike të djalit të saj nga shtëpia e famshme, i thot: "Natën e mirë", në mënyrë tërësisht spontane. Në këtë moment shpërthyen të qeshurat. Por jo vetëm në familjen e Gjestit. Fansat sapo e kanë parë, kanë shpërthyer së qeshuri nga këto video spontane që Gjesti i publikon për ta. Na duhet të kujtojmë se Gjesti këtë fillim sezoni veror është mjaft i angazhuar me projekte të shumta, por edhe me koncerte çdo fundjavë.